Mramja mirë Ulqini Lasht, mramja mirë Kala Shekullore, mramja mirë ujë Qytetit. Mramja mirë ju vjen nga Kalaja Shasit, Kalaja Tivarit, nga Kulla Osokuks, Mali i Deqiqit, Krojta Lipash, Kodrat e Dacajve dhe Maja Rubis. Shqiptarët të vendosun, në një, ka një forcë që ka një fuqi, në dy, ka një union që ka bashkim, në tre të dy bashkë gjetën një alternativë, e të tre bashkë ka një sofrën e parë të Shqipes Malëzi. A ka një shqiptar në ndonjë listë tjetër? E thash edhe mram në Antë Malit. Po kaj, kush janë ato? Ata na morën rinin, na shkatruan turizmin, bujqësin, ekonomin, na përgjysmuan popullsin, edhe për gjitha këto do të na fajsojnë neve. Jo, zotri! Ulqini dhe të gjithë trevat ku jetojnë shqiptarët Malëzi, kajnë potencialin më të madh zhvillimit ekonomik. 60% e tokës punës gjendet këtu në Ulqin, në krejt bërdetin e Malëzi. E sot, s'ka grumbullim të rregullt, as të produkteve bujqësore, as të qumshtit, as të agrumëve, as të lirit. Jo, zotëri, të mirat detare për Ulqinin ishin fatale. Duhet ju përmend një fragment që pak kush e din, ose dikush sigurisht e din. Ashtë një shtëpi në kryth të Ulqinit. Gjysma e teritorit e asaj shtëpie gjendet në Ulqin, gjysma në Tivar. Kjo gjysma që është në Ulqin është mirat detare. Kjo është që është në Tivar, nuk është mirat detare. Kush i cakton të vija? Kush? Ata pra. Prandaj ne jemi të vendosur. Prandaj ne sot ju themi nga kjo tribunë që jemi të vendosur të votojmë numrin 1, sepse për pronën tonë, për kombin tonë, për familjen tonë, për shoqërinë tonë, për flamurin tonë, voto numrin 1, voto Shqip.